Kur filloi lufta, ju ishit në Prishtinë? Po na ishim në Prishtinë se unë babai dhe nana, familja dhe motrat i të ishin në Pejt, vëllezërit në Amerikë dhe disa motra, por në qatë kohën si studente kam qenë në Prishtinë, familja ka qenë në Pej. Mandej kam takuar bashkëshortin, ju martuar në Prishtinë për familjen për naserin të Jakub Kërbeshi, një familje shumë e veçantë dhe respektuar, dhe ka fillu lufta kur kam qenë në Prishtinë, martuar me vajzë të vogël dhe djalin dhe naserin. Po si e kujton, ju ka lutë në Bllacë në atë kohë, çfarë kujton nga ajo ditë dhe cili ka qenë po themi momenti më i rëndë për ju personalisht, duke qenë se ishit me fëmijë të vogël dhe kaluat në kufi për të kaluar në Bllacë. Si ishte ajo përjetimi emocional, po themi lëvizjes nga Prishtina drejt Bllacës? Një përjetim që s'harrohet kur, fatkeqësisht gjanat e bukura harrohen, traumat mbesin fatkeqësisht traumë, e ngulën në kokë dhe në shpirt dhe në mendje. Përpos para se të shkoj në Bllacë, veç në pika shkurta më duket se meriton mu cek për me vetëdijsu gjanat që kanë ndodhur, s'po më përmend, u dash me lind djalin në kohë të luftës në qendër të improvisume, nëna Terez, 2-3 shtrate, ndoshta 10 gra u dash me lind për një orë, 2 orë, të kanë largu fi krevetit, u dash me çu djalin në orën policore se ka lind para kohës. Këto para se me shku në Bllacë, kur ka fillu lufta në disa rajone. Faleminderit për kunatës time që shumë ka lind gjatë luftës. Po, në luftë po mendoj që ka filluar në disa rajone të Kosovës. Po, 98, që 97-98 filluan sulmet në disa vende. Ashtu. Pra dhe lindja e djalit e keni bën në Prishtinë. Po.